vini në kanalin tim Tea Tarot. Për lexime personale në Instagram Tea Tarot 2025. Dhe tani do të bëjmë një pyetje. Mund të ketë besim tek ju ky person, pra personi që ju frekuentojeni, që keni lidhje, pra mund të ketë besim tek ju? Dhe këtë do të zbulojmë me anë të letrave tarot. Pra, person mund të ketë besim tek ju në këtë marrëdhënie që keni? Më del 3 kupave dhe ky lajm shpejt. Ky ushtar që vjen drejt jush në këtë lajm, po ka besim tek ju. Ky është një person që është pak i tërhequr, pak i ftohtë, pak me fjalë të pakta. Por tek ty, mbretëresha e monedave, ai ka shumë besim. Sepse gjithmonë të sjell këtë kuf të mbushur me fjalë, këtë monedë në duar, ky print me këtë monedë, pra lajme gjithmonë të gëzuara, dhe me ty ka aq shumë besim sa do të konsolidoj këtë takim serioz për një marrëdhënie shumë përfundimtare. Është zhgënjur, ka marrë zhgënjime në jetën e tij dhe kjo e ka bërë pak të tërhequr tek pjesa e besimit. Por tek ty ai ndihet shumë i vendosur, sepse tek ty shikon një femër që është e gjitha me të marrë beskujt dashuri, po është pak e rrethuar me të litarin, me të fashën në sy, ka pësuar një zhgënjim në kullën e saj, por shikon gjithmonë femrën e tij të fuqishme tek ju. Prandaj ka të besimin. Që edhe pse ka ndodhur këto gjëra, ky ka shumë besim tek ju. Është i dyzuar brenda vetes së tij, por besimin tek ty e ka shumë të madh, sepse shikon atë pjesën e ekuilibrit. Dhe ti për të je feneri që ndriçon jetën e tij. Merr këtë udhëtim lumturie në qiell të pastër për të ardhur drejt jush. Me këtë besim të fortë tek ty, prandaj e merr këtë udhëtim, sepse është lart dhe merr këtë udhëtim për të shprehur atë vendosmërinë e tij dhe besimin e madh që ka për ty. Marr një mesazh nga ëngjëjt. Persona që ju ndihmojnë, vazhdoni kështu, thonë ëngjëjt, sepse situata juaj do të ndryshojë. Jepi drejtim intuitës tënde. Dëgjo ëngjëjt e tu dhe njerëzit që ke përreth, sepse historia juaj e dashurisë do të jetë një histori e mrekullueshme. Mos u shqetësoni shumë, sepse gjërat janë të mundura, duke pasur gjithmonë besim te vetja, ju do të merrni një po të madhe nga ëngjëjt tuaj. Ky ishte mesazhi i ëngjëjve. Me kë rezonon kjo energji? Me kë shënjë? Me Dashi, me Digjereshën, me Akrepin, me Ujorin, me Shigjetarin, Luanin dhe me Binjakët. Kurse nga gërmat mund të rezonoj me O, E, N, R, M, Q, A, N, Sh, B dhe gërma S. Faleminderit shumë, miqtë mi, mos harroni të më bëni subscribe në kanalin tim Tea